Besoj se çdo njeri që ka ndjekur ato që ka mediat kanë publikuar, dhe Osman ato janë gjërë që janë ato që janë në dosjen e Belindës. Se këto janë të asaj kashetës, që që ajo punojsja. Se të keshti dosjen e Belindës, ajo është me jashtëzakonshmja. Nuk ka shkrimtar që mund të shkruajë të një dosje të atillë. Mos i pyet. Të gjitha. Aty është një dosje e papërsëritshme. Palloshi i gjatë është lule aty, në dosjen e saj. Po. Së janë gjatë, po. Po pse e mori e motra dosje? Pse e mori Pamela? Jashtë të gjitha kritereve. Dosja ka aspekte që të i kalojnë imagjinatën. Pra, në atë rast, që është e vërteta, prokurori, Preçi, duhet pranojmë se është përballë me të vërteta të cilat ishin asgjësuese për te në rast se do i mohonte. Dhe ai nuk mori përsipër t'i mohoj. Ai mori përsipër, pavarësisht se u paralajmërua me kokë, ki kujdes kokën, tha Troplini, ai mori përsipër t'i qëndroi ligjit. Nuk kam asnjë të dhënë, se unë nuk jam njëri që besoj shumë në konspiracione, as se lubis ja bëri Rama, nuk them, nuk di gjë. Ajo Ram si tha, di që i tha të marrë me vete, dhe e merr me vete. E merr. Këtë mos keni iluzion. Pra kjo është qëndrimi. Unë e kuptoj që ju, që s'keni jetuar diktaturën e parë, keni të drejtë kur i shifni kështu. Por në qoftë se prokuroria përdoret për të shtyp pluralizmin, për të amnistuar dhunimin e votës, ajo është prokurori politike, është politike. Sa i takon çështjes parë që trajtuat ditën e sotme për Luftar Hysën dhe lidhjet e tij me kryeministrin Edi Rama, të cilat ju i cekët, do të bëj Partia Demokratike kallëzim penal në SPAK për të hetuar kjo çështje sa kohë ka folur dhe Departamenti Amerikan i Shtetit? Unë mendoj se ne kemi bërë, do të ketë padi, por do ta shohim. Po, qofse nuk ka padi, po unë besoj se ka padi. Aty po ato tonat ata i kanë kështu, dosje armiqësh, dhe vetëm kur s'kan ku shkojnë. Zoti Berisha, vetëm më lejoni që ta përfundoj pyetjen deri në fund, sepse ka një reagim zyrtar nga SPAK-u, dhe thotë që herën e parë rojet e banesës tënde, herën e parë rojet e banesës tënde ishin urdhëruar nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin. Ishin të urdhëruar? Nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin, rojet e banesës tënde. Herën e dytë, shërbimet e deputetëve në kuvend, pra stafi juaj nuk ka refuzuar për ta marrë fletëthirrjen dhe ajo është dërguar në adresën e emailit, por edhe herën e dytë në banesë është refuzuar marrja e zarfit më datën 12/11. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Dhe kur organet gjyqësore kanë patur e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo etj, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Ata janë dhe u thuj se jo, mbyllja atë bëni blok ati numrit tyre,
sepse e kanë një agjensi mashtrimi. Janë agjensi e turp mashtrimi. Pra ju lutem shumë. I pari i sa bëj një blok edhe report ati numri, po, edhe thuju dhe kolegëve tjerë të bëjnë të njëjtin gjë sepse dizinformojnë. Edhe i pyetjet fundit, emailin e keni hapur gjatë këtyre ditëve? Urdhë? Emailin e keni hap? Po, çdo ditë. Ta kanë çuar email. Asnjë. Urdhë? Email, jo, s'kam email në parlament. Unë kam emailin tim. Nuk kam email në parlament. Urdhë, më falë një minutë. Unë email nuk përdor dhe nuk kam email në parlament, qofse kanë hapur dhe është, ato kanë rregulla komunikimi, nuk është emaili ajo që komunikon. Posta ka rregull, dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Tani, duket kanë nis tani mas këtyre bisedave, kanë nis gjanë email, ose më kanë hapë një llogari emaili, ka stile për këtë punë janë. Zoti Berisha... Jo, normalisht deputet duhet të kenë llogari emaili, po unë s'e kam përdor kur. Zoti Berisha dhe një pyetje të fundit. Ditën e djeshme keni hedhur akuzën ndaj ministrit të kulturës Blendi Gonxhe, sipas jush i vrari në atentatin e Rinasit ishte truproje e tij. Por zoti Gonxhe ditën e sotme ka pohuar se të gjitha deklaratat tua janë mashtrime dhe thotë se do t'ju padis në gjykat. Jeni gati të përballeni me zotin Gonxhe në gjykat për absolutisht. Shiko, që Gonxhe punoj me banda dhe një nga banditët ka qenë dhe ky, kjo është e provuar. Unë do t'i nxjerr ati me 10 dishmitar. Sigurisht dokumenta, kjo s'bët me dokumenta, po këto e din. Gonxhe bashkë me këte dhe bandën e Vorës është në këtë fushat në Tiranë ka qenë njeriu më i lidhur me bandat. Hoxha kishte këtë sheqerin dhe s'ka rreguar të paktën. Kurse Gonxhe është totalisht produkt i bandave dhe i tyre. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, në momente që ne flasim, zoti Berisha, SPAK ka në nënhetim Belinda Ballukun, ka në qeli Erjon Veliajn, ka në qeli Ilir Beqajn, ka 2 deputet Partisë Socialiste në qeli, ka 1 ish ministër dhe 1 zëvendës kryeministër tjetër në kërkim ndërkombëtar. Ju keni deklaruar se edhe pse Veliaj apo Belinda Balluku janë procese hetimore, prap këto janë dëshira të Ramës, i ka lëshuar ai. Po nëse një moment, një ditë, vetë Edi Rama do t'jetë subjekti SPAK-ut, çfarë argumenti do të përdorni juve pra përpara qytetarëve se vetë Edi Rama kërkon të shkojë në hetim? Pyetja e parë. Faleminderit. Spari, ata që njohin diktaturat, ose që i studiojnë ato, të shkuara apo të sotmet, do të gjenë se institucioni i akuzës persekuton si kundërshtar politik, persekuton edhe kriminalët, edhe zyrtarët e korruptuar. Madje të themi gjë, ka vende të cilat e bëjnë me shumë vendospëri dhe të garantoj që në diktaturë komuniste korrupsioni ishte pakrahasimisht më i ulë se sa ky që është sot. Dhe për një dhia apo për një dele, burgosa i tjetër disa vite. Nuk është se fale i korrupsioni në diktaturë. Por diktatori përdor të prokurorin kundër kundërshtarëve politikë. Tani, vim pak se ju jeni... A kam normal të them unë me këtë që po them se
opozita është e paprekshme, absolutisht jo. Opozita është e prekshme plotësisht, është nën ligj, por kur t'i arreston dhe persekuton në vitin elektoral, si persona në nënhetim, arreston si persona në nënhetim, ja ku ke Ilir Metën, si persona në nënhetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, njërin për tyre e vendjekje penale, atëherë besoj se është e qartë si drita e diellit se ky është një atak kundër pluralizmit politik. Prit, një minutë, do vi unë aty. Ky është një atak kundër pluralizmit politik. Atak kundër pluralizmit politik. Dhe kjo nuk mund të bëhet. E bërë në vitin elektoral, e bërë në vitin elektoral. I mbajtë në vitin elektoral, i mbajtë në arrest, njërin në burg, tjetrin në shtëpi, pa akuzë. Pa akuzë. Çfarë më thuj ti mua? Çfarë dokumentash mund të ndryshoja unë 12 vite pas i kam ikë nga pushteti apo Ilir Meta? Çfarë dokumentash disponoja unë? Prit. E para kjo. E dyta. Altin Troplini, i cili është jo i vetëm në këtë shkallë, është njeriu që futi nocionin e amnistisë krimit elektoral. Dhe për ty, Osman, dhe për çdo njeri që vota ka një peshë caktuar, dosjet 138 dhe 184 dhe 338 janë dosjet më flagrante të krimeve më flagrante elektorale, të cilat janë ngritur mbi bazën e procedurës më të saktë ligjore. Janë regjistrime të bëra me vendim gjykate. Dhe këto i amnistoi Altin Troplini. Tani, më thuj ti mua, dhe cili do, një prokurori që sulmon pluralizmin, shtyp pluralizmin, amniston, e di që është kjo e dosjeve, kjo është licencë për Edi Ramën për të krijuar ato që krijoi më vonë. Vim tani tek rastet e... Spari duhet bëhet pak e qartë, mos njerëzit nuk do të besojnë një mashtrues siç është Dumani. Se nga viti 2008 gjerë vitin 2010, 2 ministra janë heqë imunitetet dhe janë vendosur nën hetim, nën akuzë. Një zëvendës kryeministër ka dhënë dorëheqjen nga çdo funksion dhe ka shkuar në ndjekje nga prokuroria. Pra këto ka ndodhur, këto që po i paraqesin si risi, këto janë vetëm mashtrime, këto ka ndodhur më shumë. Me gjëjnë kush janë 2 ministra në detyrë sot? Cili? Asnjë. Përveç lubis tani së fundi. Kështu që kjo veprimtari pra për të ndëshkuar korrupsionin ka ekzistuar. Madje kjo e sprakut është 3 herë më e vogël. 3 herë më shifra, me raporte të Departamentit të Shtetit, të cilat dëshmojnë se në vitet 2007-2008 u dënuan nga gjykatat për dosjen e korrupsionit të dërguar nga task forca 630 punojës. 199 punojës u dënuan në vitet 22-23, më fal. Pra, vim tek Erion Veliaj. Besoj se e dëgjove dje Edi Ramën. E dëgjuat? Nuk shtrohet këtu që
birit vras babaj, nuk kam unë pasardhës. A e kapë. Se a tha shumë ati, ta thot, e tha vetë, i doli vetë. I doli vetë. A bërë Erion Veliaj për pjeket hapura për të paraqitë më shumë se i dytin Partinë Socialiste? Absolutisht po. Edhe nuk mund të amhoj njëri. Dhe e vërteta është që a i kryoj në parlament, kryoj në parti një mbështetje të fortë. Kështu që, por për Erion Velin, ne protestuam 26 javë. 26 javë. Erion Veliaj u akuzua jo për çështjen e 5D-s, jo për djegësin e Tiranës, u akuzua thjesht për grabitje parash nëpërmjet NGO-ve dhe për familjen e tij. Pra, nuk mund të themi se Erion Veliaj kishte dosjen plot, por Erion Veliaj i dha përgjigje Rama dje. Nuk kam unë të dytë, nuk kam pasardhës. Iku.